paketa që merret përpara se të lindësh, çfarë ka brenda? Që për t'ia treguar të gjitha mamave, unë e di që ti flet në vazhdimsi me të gjitha dhe qoftë edhe në privat tek e tek, një më një, por ata që duan të dinë më shumë informacion dhe drejtohen tek ti më pas. Kursi i përgatitjes për zgjidhënien është një kurs që është ideuar pikërisht që nëna të kuptojë çfarë duhet të bëjë në secilën nga fazat. Jo pa qëllim të ceka edhe pak më parë, sepse është një nga momentet më të vështira kur bebi lind dhe nëna nuk di si ta vendos në gjin, nuk di si ta mbaj, ka frikë etj etj. Pikërisht ky kurs është i ideuar dhe i programuar me video të detajuara që nëna të kuptojë si ta mbaj, si ta vendos në gjë dhe nuk është vetëm diçka teorike të cilin do ta dëgjoj, por ndoshta s'do ta vë dot në praktik. Në të vërtetë dhe nga eksperienca me nënat të cilat e kanë marrë, e kanë pasur shumë herë më të thjeshtë në momentin që e kanë bërë këtë parapërgatitje. Dhe nga ana tjetër ky kurs i ndihmon nënat edhe jo vetëm ditët e para në maternitet, qoftë lindje natyrale, cezariane, por edhe si thash dhe pak më parë dhe pas kthimit në shtëpi kur janë vetëm. Janë vetëm dhe pikërisht ky kthimi në shtëpi ditën e dytë ose tretë pas lindjes përkon dhe me atë fryrjen fiziologjike, fryrjen e gjirit, përkon me atë shtimin e të qarave të bebit, pra është më alert dhe normalisht nëna duhet të kuptojë se çfarë duhet të bëj, si të menaxhoj fryrjen dhe normalisht kjo do t'ja bëj dhe procesin dhe ushqyerjen e bebit më të thjeshtë. Në cilin muaj e sugjeron? Unë sugjeroj rreth muajit të 8.